Gratë të cilat bartin shamia, shpeshherë gjykohen, e besa edhe ofendohen në shoqëri të ndryshme. Prandaj shpesh krijohet përshtypja se shamia është pengesë për avancim, arsimim, shkollim, e besa edhe zhvillim. Por a dini se presidentja e njërit prej shteteve më të zhvilluara ka qenë me shami? Halima Yacob, presidente e Singapurit, një grua e cila ka thyer shumë paragjykime dhe ishte gruaja e parë dhe presidentja e parë në Singapur që mbante shami. Nga viti 2017 deri në vitin 2023 ajo tregoi një performancë të jashtëzakonshme si presidente. Pati shumë arritje e shumë suksese. Singapuri kishte 90 deri $95,000 të hyra për kokë banore, duke u renditur kështu në vendet me ekonominë më të zhvilluar në botë. Gjatë mandatit të saj, Singapuri tregoi zhvillim të jashtëzakonshëm edhe në fushën e arsimit. Në testin PISA në vitin 2022, Singapuri u rendit në vendin e parë për shkencë, matematikë dhe lexim. Pra shamia nuk e pengonte atë presidente që të punonte në mënyrën më të mirë të mundshme. Le ta krahasojmë pak me Kosovën tonë të dashur. Sa të hyra kemi për kokë banore, si që ndrojmë në testin PISA. Pra, dallimi në mes të grave nëse bartin ose jo shami nuk duhet me qupesh. Dallimi qëndron tek arsimimi, kultura e punës, disiplinimi shoqëror, serioziteti dhe qasja dhe meritokracia. Historia e Singapurit ose gruas presidente me shami na mëson një gjë shumë të rëndësishme. Paragjykimet nuk ndërtojnë shoqëri të suksesshme. Shoqëri të suksesshme ndërton dija, drejtësia dhe puna e ndershme.